çfarë do të shihni më poshtë janë videot korporative të një kompanie mirëmbajtjeje, të cilat kanë kapur diçka jashtëzakonisht shqetësuese dhe të pashpjegueshme. Punonjësit po realizonin një inspektim rutinë të ndërtesës dhe në një moment duket që vërejtën një krijesë të errët dhe të çuditshme që ishte fshehur brenda ambienteve të ndërtesës. Pamjet tregojnë vetëm një siluetë të paqartë, por prania e saj shkaktoi një ndjenjë të thellë frike tek të gjithë të pranishmit. Për punonjësit, më e tmerrshmja është fakti që kjo krijesë kurrë nuk u kap dhe as nuk u afrua lehtësisht. Ata përpiqeshin të identifikonin se çfarë mund të ishte. Disa mendonin se mund të ishte një kafshë rrallë, ose cila kishte arritur të fshihej me mjeshtëri, ndërsa të tjerët dyshonin se mund të ishte thjesht një montazh i ndërtuar me kujdes. Megjithatë, ndjenja e pasigurisë mbeti e pranishme gjatë gjithë kohës dhe pamjet vazhdojnë të shqetësojnë ata që i shohin. Pavarësisht nga origjina e vërtetë e krijesës, ky material ka lënë shikuesit duke pyetur veten se çfarë mund të ekzistojë në vendet që zakonisht mendojmë se janë të sigurta dhe të zakonshme. Tani është çështje e çdo shikuesi të vendosë nëse ka të bëjë me një dukuri reale, një gjallësë të pazakontë apo thjesht një efekt vizual të krijuar me qëllim. Pamjet nuk japin asnjë përgjigje të qartë, vetëm një ndjenjë të thellë frike dhe kureshtjeje. Një burr vendosi të eksperimentojë duke lënë një kamerë të drejtuar nga një kabinë vjetër që ndodhej në mes të pyllit gjatë natës. Ai donte të shikonte nëse do të kapte ndonjë gjë të pazakontë. Çfarë kamera arriti të regjistrojë ishte jashtëzakonisht e qartë dhe shqetësuese. Një figurë e veshur me të bardha dhe me një fytyrë të errët u shfaq papritur, duke lundruar pranë çatisë së kabinës. Pamja e saj ishte e qartë dhe tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithëve që panë regjistrimin. Figura duket sikur po i drejtohet kamerës me sy që tregojnë se ajo e dinte se po vëzhgohej. Shfaqja e saj e papritur dhe e paqartë shkaktoi një ndjesi frike dhe misteri, duke bërë që çdo shikues të ndjejë një tension të fortë dhe një ndjesi të pazakontë që nuk mund të shpjegohej lehtë. Një burr që ndodhej për gjueti në një zonë të izoluar, vuri re diçka të çuditshme brenda një grope në tokë dhe vendosi ta regjistrojë me kamerë. Fillimisht dukej sikur nuk ishte asgjë të pazakontë, por pas pak sekondash ndodhi diçka e frikshme. Nga brendësia e vrimës doli një figurë e errët dhe kërcënuese që filloi ta ndjekë. I pushtuar nga paniku, burri u kthye dhe nisi të vrapojë pa u ndalur, duke mos guxuar të shikonte më pas nga frika e asaj që e ndiqte. Një punëtor fabrike vendosi të filmonte veten gjatë turnit të tij të natës, pa imagjinuar kurrë se do të kapte diçka që e tmerron edhe sot. Ndërsa kryente detyrat e tij rutinë në heshtjen e orëve të para të mëngjesit, një pranim binatyrore u shfaq pas tij. Pamjet tregojnë qartë një shfaqje me pamje kadaverike që e vëzhgon nga reflektimi një sipërfaqeje xhami, me tipare që sfidojnë çdo shpjegim racional. Sytë e saj shkëlqenin me një dritë jo natyrale dhe shprehja transmetonte një likësi të prekshme, duke mbushur ambientin me një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie. Në një depo të trupave brenda një spitali, një kamerë sigurie regjistroi një ngjarje shqetësuese. Një grua që po kryente punë pastrimi dëgjoi zhurma të çuditshme, por nuk e vuri re menjëherë se një nga kabinat ku ndodhi një trup ishte hapur vetvetiu. Kur e kuptoi, paniku e përfshiu menjëherë dhe ajo u largua duke vrapuar nga vendi, e tmerruar. Kamera kapte çdo detaj, duke treguar lëvizjen e papritur të dyerve dhe reagimin e friksuar të gruas. Ngjarje duket e pazakontë dhe shqetësuese,
duke lënë shikuesit të pyesin nëse ishte një fenomen i vërtet apo ndonjë efekt i rastësishëm. Një baba dhe i biri po ecni në rrugë, kur diçka në një shtëpi të errët përtej rrugës tërhoqi vëmendjen e tyre. Në çadin e banesës së braktisur ishte një figurë e bardhë që nuk duhej të ishte aty. Entiteti kishte një formë të zgjatur dhe i qëndronte krejtësisht statik mbi çatin. Duke rritur ndriçimin e regjistrimit, mund të dallosh atë që duket si një figurë mbështjellë me pëlhura të bardha, por pozicioni dhe sjellja e saj nuk korespondojnë me asnjë njeri normal. Çfarë po endet mbi këtë çati gjatë natës? Kjo është pyetja që shumë shikuesi bën vetes pas një videoje të publikuar nga Scary Labs në korrik të vitit 2021. Në pamje, ekipi paranormal kap diçka tepër të çuditshme që lëviz mbi majën e një çatie në errësirë. Figura shfaqet me një ngjyrë jeshile të ndezur, pothuajse si digjitale, dhe duket sikur mban një mantel me kapuç. Fillimisht ajo kthen kokën drejt ekipit, më pas rrotullohet dhe largohet ngadalë. Në atë moment, ekipi nuk duket se e vëren pranin, megjithse ajo kapet sërish nga kamera teksa ata afrohen drejt ndërtesës. Kur ndezi një qiri, figura regjistrohet përsëri, por kësaj here vetëm si një siluet. Tani ata e shohin dhe largohen të tmerruar. Prania shihet sërish mbi çati, duke qëndruar pezull pas tyre, ndërsa shumë komentues besojnë se bëhet fjalë për montazh të avancuar, të tjerë mendojnë se aktrimi është tepër i egzageruar. Me shumë gjas, ky rast mund të konsiderohet i rreth. Një pasdite në Spanjë, një përdoruese e re TikTokut vuri re diçka të pazakont jashtë dritares së saj në katin e dytë të shtëpisë. Në fillim, ajo mendoi se ishte thjesht një pëllumb që ishte ndalur aty për një moment. Pa i kushtuar shumë rëndësi, vendosi ta filmonte skenën me telefonin e saj. Megjithatë, ajo që ndodhi më pas ishte shumë më e çuditshme nga sa priste. Kur ajo ngriti perden për të parë më mirë, ajo që ndodhe nga ana tjetër dukej sikur u zhduk plotësisht. Nuk kishte asgjë, asnjë zog, asnjë hije, vetëm errësirë dhe heshtje. E hutuar, ajo e uli sërish perden në vendin e saj. Në atë moment, hija u shfaq përsëri, këtë herë më e qartë dhe më shqetësuese. Ajo nuk qëndroi statike, por rrëshqiti ngadalë për gjatë dritares derisa u zhduk nga fusha e shikimit të vajzës. Gjatë gjithë kohës, ajo nuk arrinte të kuptonte se çfarë po ndodhte apo çfarë kishte qenë ajo figurë. Videoja përfundon me një ndjenjë konfuzioni dhe frike, duke i lënë shikuesit të pyesin veten nëse ajo që u filmua ishte thjesht një iluzion, një lojë drite apo diçka shumë më e pashpjegueshme. Në qershor të vitit 2019, një kanal në YouTube i njohur si Satkill 3.23 publikoi një video që shfaqte një punëtor mirëmbajtjeje gjatë turnit të natës në një hotel pranë zonës Riverwalk në San Antonio. Që në momentet e para, vendi dukej jashtëzakonisht shqetësues. Hoteli dukej qartë i lënë pas dore nga koha, me korridore të zymta dhe dhoma që reflektonin një ndjenjë ftohtësie dhe trishtimi. Atmosfera e rëndë jepte gjithë ndërtesës një ndjesi të frikshme dhe të pakëndshme. Videografi ecën ngadalë nëpër një nga dhomat, duke vëzhguar me kujdes çdo cep, kur papritur, pa asnjë paralajmërim, disa objekte fillojnë të lëvizin vetë. Ky moment e lë atë plotësisht të ngrirë nga frika. Aktiviteti i çuditshëm vazhdon për rreth 10 sekonda, përpara se videoja të ndërpritet papritur. Edhe pse klipi është i shkurtër dhe pa shumë veprime, shumë shikues e konsiderojnë ende jashtëzakonisht shqetësues. Të shohësh objekte që lëvizin pa arsye në një hotel të degraduar, ka bërë që disa të besojnë se mund të jetë një prani e ngjashme me një poltergeist, sidomos për shkak të mënyrës së dhunshme dhe të papritur të lëvizjes. Të tjerë mendojnë se gjithçka mund të jetë inskenuar, pasi kamera nuk tregon atë që ndodhet jashtë fushës së shikimit. Sidoqoftë,
Përjetimi i diçkaje të tillë gjatë një turni nate i vetëm do të ishte mjaftueshëm për të friksuar këdo. Videoja e radhës u publikua në TikTok në janar të vitit 2025 nga një përdorues i njohur me emrin Amoro X1 dhe përmban pamje të marra nga një kamerë sigurie shtëpiake. Në regjistrim, shihet një grua e ulur në një karrige lëkundëse, duke u përkulur lehtë përpara dhe prapa. Gjithçka nisi një nga ato netët e zakonshme, ku asgjë nuk duket jashtë normales. Pamjet tregojnë një nënë të re që po përkund foshnjën e saj, një skenë e qetë dhe familjare që pasqyron paqen e jetës së përditshme. Atmosfera është e butë dhe e sigurt, pa asnjë shenjë se diçka e keqe do të ndodhte. Megjithatë, ajo natë mori një kthes të papritur dhe shqetësuese. Kamerat e sigurisë kapin një moment të çuditshëm pranë portës së shtëpisë, ku shfaqet një figurë e pazakontë. Fillimisht duket si një lëvizje e zakonshme në errësirë, diçka që mund të injorohet lehtësisht. Por kur pamja bëhet më e qartë, zbulohet diçka shumë më alarmante. Një krijesë humanoide me lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, qëndron dhe vështron me kujdes skenën familjare. Ajo duket sikur po vëzhgon nga larg, me lëvizje të kujdesshme dhe të heshtura, si të ishte duke shqyrtuar ambientin ose njerëzit brenda. Pas disa qashte shqetësie, figura tërhiqet po aq në heshtje sa u shfaq, sikur kurreshtja e saj të ishte përmbushur. Pamjet lën pas shumë pikpyetje dhe ngritin dyshime shqetësuese. A ishte kjo thjesht një prani kalimtare apo diçka që kishte ndërmend të kthehej për diçka më shumë? Në një subreddit të dedikuar fantazmave, një përdorues i njohur si The Proof Seekers publikoi një video që kapte një aktivitet vërtet shqetësues brenda një dhome gjumi dhe, për më tepër, gjatë ditës. Pamjet vijnë nga një kamere fikse që drejtohet drejt dhomës. Në fillim, nuk duket se po ndodh asgjë jashtëzakonshme. Dhoma duket normale, qetësisht e rregulluar, por kjo ndryshon shumë shpejt. Papritur, pa paralajmërim, dëgjohet një zë i çuditshëm, i pëshpëritur por i thellë, duke thënë përshëndetje, nga një vend i afërt, i shkurtër, por padyshim shqetësues. Fatkeqësisht, nuk jepet shumë kontekst në postim. Megjithatë, mungesa e shpjegimit nuk e bën klipin më pak të frikshëm, përkundrazi, mund të arrisë tensionin. Zëri është mjaft i qartë për të dëgjuar, por nuk ka asnjë tregues vizual se nga vjen. Kjo është ajo që vërtet shqetëson njerëzit. Komentet nuk vonuan, disa e përshkruan zërin si diçka nga një makth, ndërsa të tjerë pyesnin nëse mund të vinte nga një videolojë ose televizor në dhomën tjetër, por asgjë në klip nuk sugjeron një burim të besueshëm për zërin. Pavarësisht arsyetimeve, atmosfera që krijon videoja është e rrezikshme dhe misterioze, duke lënë shikuesit të ndihen të pasigurt dhe të tensionuar. Pyetja mbetet: a ishte një tingull rastësor dhe i shpjegueshëm i kapur në momentin e duhur, apo diçka më e errët dhe e pashpjegueshme po ndodhte në atë dhomë të qetë gjumi? Një tjetër hetues nga kanali Jet Camping vendosi të kalonte natën në një ndërtesë të braktisur, një vend i njohur për historitë e errta dhe energjinë e rëndë që thuhet se e përshkon. Me qëllim dokumentimin e çdo gjëje të pazakontë, ai instaloi disa kamera sigurie në korridore dhe dhoma të ndryshme përpara se të përpiqej të flinte. Vetëm disa minuta pasi gjithçka u qetësua, njëra nga dyert u pa duke u lëvizur vetë, pa asnjë shpjegim të dukshëm. Fillimisht, ai mendoi se mund të ishte era ose struktura e vjetër e ndërtesës, por ajo që ndodhi më vonë ishte shumë më shqetësuese. Gjatë orëve të para të mëngjesit, në heshtjen e plotë të ndërtesës, filluan të dëgjoheshin të qara foshnjeje, tinguj të dobët por të qartë, që dukej se vinin nga katet e sipërme. Zëri ishte aq realist sa i ngriti gjakun në vena dhe e bëri hetuesin të ndiste menjëherë dritat.
Pikërisht në atë moment, në katin e dytë, u shfaq një figure errët e palëvizshme që dukej sikur mbante diçka në duar. Kamera e kapi qartë atë çast, një hije femërore me fytyrë të shtrembëruar që i shikonte nga lart në heshtje absolute. Prania e saj transmetonte një ndjenjë trishtimi dhe kërcënimi njëkohësisht, duke lënë të kuptohet se ajo ndërtesë nuk ishte as pak e braktisur. Ky incident mbetet një nga rastet më tronditëse të dokumentuara nga kanali, duke ngritur pyetje shqetësuese mbi atë që ende me smureve të harruara nga koha. Në qershor të vitit 2025, përdoruesja e TikTok Sorita T86 postoi një video që menjëherë shqetësoi mijëra shikues. Teksti i vendosur mbi videon ishte i koduar dhe i tmerrshëm, duke paralajmëruar se njerëzit kishin frikë nga ajo që ishte kapur në imazhe dhe se ajo vetë nuk mund të qëndronte më në shtëpi. Historia e sfondit është e shkurtër, por shqetësuese. Ajo u dërgua nga një agent imobiliar për të pastruar shtëpinë pasi banorët e fundit u zhvendosën papritur. Sipas saj, agenti përmendi që këto ngjarje vazhdonin të ndodhnin dhe ndoshta nuk priste që ajo vetë së shpejti do ta kuptonte. Kjo shtëpi është pastruar shumë herë sepse i thyen kontratat banorëve dhe çdo përpjekje për të jetuar aty duket e dështuar që në fillim. Pak pasi fillon videoja, një derë hapet misteriozisht vetë, edhe pse kjo mund të atribuohet vetëm erës ose qarnave të këqija. Ngjarjet që pasojnë sugjerojnë se diçka shumë më e errët mund të ndodhë, sepse njerëzit thjesht nuk mund të qëndrojnë aty. Sorita ndez dritën ngadalë dhe fillon të tregojë brendësinë e shtëpisë, duke thënë se disa familje tashmë janë larguar. Zëra të çuditshme mbushin shtëpinë, hapa, trokitje, zëra që është e vështirë të identifikohen dhe që nuk duken se kanë një burim të dukshëm, duke rritur ndjesinë e pasigurimit dhe tensionit. Pastaj vjen momenti që ka lënë shikuesit thellësisht të shqetësuar, një zhurmë nga një zonë e caktuar, dhe ajo që shumë e quajnë njeri hije, shfaqet, duke u dukur pas një kornize dere. Është e hollë, por e pakundërshtueshme. 20 sekonda më vonë, një derë tjetër hapet krejtësisht vetë. Numri i konsiderueshëm i ngjarjeve të pazakonta brenda një videoje është i dukshëm dhe kontribon në intensitetin e saj. Ajo nuk mbështetet në një frikë të vetme, por ndërton një atmosferë të shqetësuar plot detaje të shumta të çuditshme. Disa skeptik kanë sugjeruar se lëvizjet e dyerve mund të jenë manipuluar me fije peshkimi ose ajër tërheqës, por shfaqja e figurës së hijes ka shkaktuar debat të vërtetë. Mund të jetë një efekt vizual i zgjuar, por konsistenca e dritës dhe hijeve e bën të duket më organike. E vërtet apo jo, historia e ciklit të banorëve që ikin, paralajmërimi i tmerrshëm dhe atmosfera e kapur në video shtojnë një shtres autenticiteti që është e vështirë për ta hequr. Për tani, mbetet të presim një përditësim nga Sorita T86. Deri atëherë, misteri i kësaj shtëpie vazhdon të ndjek internetin, duke lënë shikuesit të pyesin se çfarë forcash mund të banojnë në një vend kaq shqetësues dhe dukshëm i mallkuar. Duke parë praninë e një figure të veshur me të bardha në majtë një peme pas shtëpisë së tyre, kjo grua dhe djali i saj guxuan ta regjistrojnë me kamerë. Ajo që shihnin dukej si një kuntilanak që qëndronte ulur në heshtje mbi pemë.
Fytyra e saj e zezë dhe sytë e bardhë i bën ata të panikosur dhe të trembur. Megjithatë, duke u përqendruar më shumë, duket se figura e kuntilanakut mbante një foshnjë në krah. Kjo pamje pazakontë dhe frikësuese i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të thellë pasigurie dhe tmerri. Çdo lëvizje e saj e heshtur dhe qëndrimi mbi deg e shtuan misterin, duke bërë që ngjarja të duket si një fenomen i pazakontë dhe rrezikshëm. Një banor që po kalonte pranë shtëpisë së fqinjit në mesnatë, ndalon për një moment kur sheh një pocong në verandën e shtëpisë. Ai ndjen një dridhje të papritur, por gjithashtu ndjen kuriozitet për të kuptuar pse figura qëndron aty dhe çfarë do të bëjë më pas. Ai afrohet pak dhe e vëzhgon me kujdes çdo detaj, duke u përpjekur të mos humbas asgjë. Pocongu qëndroni pa lëvizshëm përballë derës së shtëpisë, ndërsa brenda banorët e shtëpisë po shikojnë televizion. Banori që regjistron nga larg nuk mund të ndërhyjë. Ai qëndron në heshtje dhe shikon çdo lëvizje të mundshme. Një ndjesi e përzier e frikës dhe kuriozitetit e mbush ambientin, ndërsa çdo detaj i veshjes së pocongut, hapat e tij të ngadalt dhe mënyra se si ai qëndron pranë derës krijojnë një pamje të frikshme. Kamera regjistron gjithçka me qartësi, duke kapur çdo nuancë të veprimit të tij të heshtur dhe mister. Ndërsa minutat kalojnë, tensioni rritet dhe banori shikon me kujdes se çfarë do të bëjë figura më pas, duke ndjerë një kombinim frike, dridhjellje dhe kurioziteti që e mban në pritje të pafund. Duke dëgjuar zëra të çuditshëm pas shtëpisë së tij, ky burr nga Tajlanda u përpoq menjëherë të kontrollonte dhe zbuloi një krijesë të zezë me formë të çuditshme midis shkuhreve. Kjo figurë kishte sy që shkëlqenin dhe shkaktoi frikë dhe panik të menjëhershëm tek burri. Në orët e para të mëngjesit të 8 tetorit 2016, një familje që jetonte në një shtëpi në periferi të Boswell, Pennsylvania, u zgjua për të zbuluar një skenë të çrregullt në oborrin e pasëm. Koshat e mbeturinave ishin përmbysur plotësisht dhe mbeturina ishin shpërndar kudo në tokë. Duke qenë se shtëpia ndodhej pranë një zone të dendur pyjore, vizitat e kafshëve të natës nuk ishin diçka e pazakontë për ta. Megjithatë, familja u shqetësua nga mundësia që fajtori të ishte një ari i zi që kërkonte ushqim përpara dimrit. Për këtë arsye, ata vendosën të kontrollonin pamjet e regjistruara nga kamera e verandës për të parë se çfarë kishte shkaktuar rrëmujën. Ajo që u shfaq në video, megjithatë, nuk i ngjante as pak një ariu. Për gati 2 minuta të plota, kamera regjistroi një figurë të çuditshme që her pas here nxirrte kokën nga pas një mbulese dhe më pas fshihej sërish. Edhe pse pjesa më e madhe e trupit mbetej e padukshme, ajo që shihej dukej jashtëzakonisht e pazakontë. Figura dukej e hollë, me gjymtyr të gjata dhe sy të bardhë që shkëlqenin në errësirë, duke i dhënë pamjen e diçkaje që disa njerëz do ta përshkruanin si një kriptid i tipit crawler. Videoja është vërtet shqetësuese. Dhe ideja që një qenie e tillë mund të endet pranë shtëpisë tënde në orët e vona të natës është e mjaftueshme për të trazuar këdo. Disa besojnë se pamjet tregojnë një krijesë të panjohur, veçanërisht për shkak të sjelljes së çuditshme dhe shkëlqimit jo normal të syve. Të tjerë sugjerojnë se gjithçka mund të ketë qenë inskenuar, ose thjesht një kafshë e zakonshme e kapur nga një kënd i keq dhe e bërë shumë më frikësuese nga ndriçimi i dobët i kamerës. Sido që tjetë, është lloji i videos që të bën të kontrollosh 2 herë dritaret përpara se të shkosh të flesh.
Një eksplorues urban u aventurua në një ndërtesë të braktisur në Kinë, duke kërkuar të kapte imazhe të dekadencës dhe harresës. Gjatë ecjes së tij nëpër dhomat e zbrasta, vëmendjen e tij e tërroqi një objekt që qëndronte vetëm në njërin prej dhomave, një kukull dukshëm e pafajshme. Kur ju afrua për ta shqyrtuar më nga afër, pa se kishte për të përjetuar diçka që do të thyente arsyen e tij. Kur përpiqej ta ngrinte kukullën për ta parë më mirë, objekti i pa animuar pësoi një transformim grotesk. Nga sytë e kukullës filloi të rrithte një lëng karmash që derdhej si lot gjaku, duke krijuar një spektakël makabër që e bëri eksploruesin të tërhiqej. Ndërsa endet nëpër korridoret e hotelit John Grant gjatë natës, YouTuberi Crossing War Paranormal arrin të kap një EVP mjaft interesant. Ai u kërkon drejt për drejt shpirtrave të komunikojnë me të, duke thyer heshtjen e rëndë që mbulon ndërtesën e vjetër. Pak çaste më vonë, ai ndalon për të dëgjuar pajisjen e regjistrimit dhe ajo që kapet është thellësisht shqetësuese. Një zë i qartë duket se i thot të pres, sikur një prani e padukshme po përpiqet ta mbajë aty. Pas dëgjimit të një zëri të tillë në errësirë, pak njerëz do të kishin guximin të qëndronin edhe një sekond më shumë. Në korrik të këtij viti, një taksist po kalonte qetësisht rrugët e qytetit të tij, kur papritmas ndodhi diçka shumë shqetësuese. Aty atë natë, po kaloni një pjesë të rrugës mjaft të çuditshme, ku u friksuan plotësisht dhe gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë të makinës. Të gjithë në automjet u kapën nga paniku, kur papritmas një grua e çuditshme veshur me të bardha u shfaq duke endur në mes të rrugës së errët dhe të braktisur. Shoferi foli për atë që ndodhi, duke thënë se gjatë më shumë se 20 vitesh pune si taksist, nuk kishte parë kur një ngjarje kaq të çuditshme dhe shqetësuese. Ai beson se kjo mund të jetë një shfaqje e vërtetë e një fantazme.